ndryshohet tash me votime, veç se ka nisur një proces i hapur, po ashtu ndodhe një votim në njërin prej seancave pra të parafundit ku nuk kaloi ky propozimi vetëvendosjes për të kaluar në votimin e fshet. Proceduralisht, a është në rregull pra që të kërkohet tash në le të themi në mes të procesit një veprim i tillë ku ndryshohet procedura e votimit? Jo, nuk është në rregull dhe kjo është një modifikim i metodave dhe formave të veprimit për të justifikuar veprimet e paqëndrueshme dhe të papranueshme në këtë rast të atyre të cilët po pretendojnë këtë mënyrë. Po t'ishte fillim, sepse kjo është një seancë, gjitha këto epizode vazhdime janë pjesë të një seance konstituime. Dhe po t'ishte filluar, kishte pasur një dakordim të subjekte politike kur janë ftuar të ish kryetari i kuvendit për ta përgatitur rendin e punës, që po i thonë ata rendite të seancës konstituive dhe t'ishin marrë vesh për votim të fshehtë atëherë, t'ishin pajtuar, do t'ishte në rregull. Vazhdojmë thjesht kemi dhe të karim të Arben Goshit. Nëse mund ta 2014 me ashim thashin ku gjitha partitë politike refuzonin të komunikonin me të, tash po refuzojnë të komunikojnë me zotin Kurti. Rezultati i gjuhës agresive, i sjelljes ofenduese dhe sjelljes së panevojshme dhe të parashyeshme kundërshtuese. Ndërsa sa i përket votimit më sheft janë dy arsye. E para është sepse ka filluar një procedurë votimit dhe një procedurë votimit nuk mund të ndryshohet në proces. Dhe nëse do të duhet që vërtet shkojnë në votim të fshehtë, atëherë do duhet fillonte një procedurë e re. Dhe një procedurë e re mund të fillojë vetëm duke propozuar një kandidat të ri. Jo me të njëjtin kandidat, sepse konsiderohet që është i njëjti proces votimi, sikur në zgjedhjet nacionale të vendoset në ora 12 të ditës së votimit vendoset të ndryshohet procedura e votimit, por është e papranueshme, pa tolerueshme, pa arsyeshme, pa logjikshme. Ndërsa sa i përket refuzimit të LDK-s të shkohet në votim të fshehtë, mendoj se është çështje e transparencës dhe mënyrës se si e shohim politikën. Nëse ju më pyesni se a do duhej të kishte një procedurë të fshehtë votimi dhe a do të kishte rezultat tjetër procedura e fshehtë votimit, unë mendoj se nuk do të ketë asnjë rezultat tjetër, sepse deputetët kur refuzojnë që ta kenë një kandidat apo kandidaturë të caktuar, atëherë është e kotë, si tjetë procedura më sheft, si procedura hapur, nuk kalon e kandidaturë. Po, a i ka legjërtoja deputetët të gjithë të sigurt pasi nga vendosja, po thonë që nëse është votimi i fshet, mund të ketë deputet që mund të votojnë pro emrit të ri, ose... Po, nëse ka deputet që nuk është në gjendje me votu si në mënyrë të mshef, si në mënyrë të hapur se meriton, apo ajo se meriton tjetë deputet. Mendoj se është e parashyeshme dhe është thjesht një lojë që po mundohet me luajtur vetëvendosja për me ikë prej përgjegjësisë. Problemi nuk është ky, problemi është që vetëvendosja nuk po gjen partner. Dhe fatkeqësisht skena politike e Kosovës nuk po gjen gatishmëri që të bashkëpunojë me vetëvendosjen. Dhe kjo është situata ku jemi. Sa më shpejt që kupton vetëvendosja të Albin Kurti, aq më shpejt dhe më mirë është për skenën politike në Kosovë. Mendoj se ai duhet bëj hapa drejt ndërtimit të mirëbesimit me partitë politike. Sot faktikisht nuk ka një mirëbesim politik mes partive politike në skenën politike të Kosovës. Kjo është përkeqësardhje për të gjitha partitë. Si mund të arrihet ky mirëbesim, si mund të arrihet? Mirëbesimi mundet të arritë vetëm me veprime konkrete nga zoti Kurti. Kërkim falje për gjuhën ofenduese dhe sjelljen degraduese dhe marrja e përgjegjësisë për mënyrën dhe pozicionin ku gjendet vendi, jo me këtë gjuhë kanë frikë, s'kan frikë, po votojnë fshehtë, po votojnë fshehtë, sepse është e kotë. Edhe supozojmë se zgjedhet kryetari i kuvendit. Edhe qeverinë zgjedh me vota të mshefta. Qysh e marr qeverinë me vota të mshefta? Nuk mundet krejt ligjet me kalu me votë të mshefta. Nuk mundet krejt vendimet me votë të mshefta. Pra është e pamundur, është e paarsyeshme. Nuk ka kur farë logjike institucionale kjo mënyrë se si e kam propozuar zgjidhjen. Po e përmendin gjuhën ofenduese me gjithë ato Donika Gërvalla në seancën e fundit tha që Albin Kurti nuk e ka pas për gjithë opozitën, por për një person. Kush është ai person? Nuk e di, unë e kam pa. Janë dy momente politike që që të opozitës i kanë deklaruar që ka qenë dyfishimi i pensioneve dhe rritja e pagave brenda 3 muajit. Po njërin e ka bë kryetari i LDK-s, tjetrën e ka bë kandidati i PDK-s për kryeministër, zoti Kurti ka thonë premtuan që do t'i dyfishojnë pensionet brenda 3 muajve të parë, çfarë hajvani, çfarë hajvanati. Premtuan që do t'i rrisin paga 3 muajt e parë, çfarë hajvani, çfarë hajvanati. Pra kjo është në ligjëratën e drejtë ka thonë zoti Kurti. Dhe mendoj se kjo është
nuk është vetëm kjo, se në fundit ka qenë një moment entuziast, edhe le të kalohet, le të harrojmë. Duhet jemi të përgjithshëm, duhet jemi llogarithanë dhe të përgjithshëm ndaj qytetarëve të Kosovës. Për mendimin tim nuk është ky problemi. Problemi është se nuk e sheh askush nuk përshet mundshëm bashkëpunim me zotin Kurti. Ajo që ka zoti Kurti ka prezantuar në 5 vitet të fundit është problematike. Mënyra se si ka shkarku ministrin e LDK-s, mënyra se si është sjell 4 vite në pushtet, janë problematike. Por unë prapë mendoj se ka mundësi, duhet të i kalohen këto. Kush do të jetë kryeministër nesër ka me ul me Vučićin, dhe nuk pranon me ul me Albin Kurtin ose me Lumir Abdixhikun ose me Emri Krasniqin apo Sharadinin apo tjetër. Është e papranueshme, është e paarsyeshme. Duhet të ulen, të bisedojnë dhe të merren vesh, qoftë edhe për shkundëzjetja. Sepse duhet në fundit duhet të ulen të merren vesh edhe për këtë punë. Nuk ka duhet të shkojë. Patjetër, gjitha partitë duhet ta mendojnë objektivisht dhe të jenë më konstruktiv. Por prap topi është në dorën e zotit Kurti, sepse ai ka 48 deputet. Ai ka shumicën, ai ka përgjegjësinë në konstituimin të institucioneve, ai ka përgjegjësinë në formimin e qeverisë. Dhe lëvizjet e tij nuk janë lëvizje drejt këtij qëllimit përbashkët të institucioneve të popullit të Kosovës. Faleminderit punëtor. Është një deklarim i Arben Gashit, deputetit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ndryshe prej qëndrimet që ka shpalosur deri më tani pra partia që ai përfaqëson, po insiston që duhet të ketë diskutim për ta të kaluar këtë ngërsh institucional, pra kemi parë që LDK-ja vazhdimisht profesor ka refuzuar do të thotë konsultimet, edhe do të thotë edhe çështjen e votimit të kandidatit të kryetarit të kuvend, duke lidhur me çështjen që sipas tyre ka pasur Albin Kurti ndaj Lidhjes Demokratike që prej fushatës parazgjedhore edhe pas përfundimit të saj. Kjo është një qasje, sigurisht e një deputeti cili shumë mënyrë korrekte e adreson nevojën e bashkëpunimit të subjekte politike për të arritur një marrëveshje jo vetëm në nivel të konstituimit të kuvendit, por edhe të qeverisë, dhe kjo është imperativ kohe. Situata se është ky në mesin atyre deputetëve të pakënaqur nga procesi elektoral dhe çfarë vlime ka apo mund të ketë brenda një subjekti politik, në këtë rast subjektit të tij politik, është tjetër çështje, por paraqitja dhe kërkesa është plotësisht korrekte, me vend dhe imperativ kohe, që nuk pret as një minutë vonesë, dhe pikërisht kështu do duhet të vepronte edhe kryesia dhe Këshilli Nacional i përgjithshëm i subjektit të cilin e përfaqëson zoti Gashi dhe të tjerët. Prandaj, po do duhet që domosdoshmërisht ka zgjidhje tjetër në këtë moment, nëse nuk dëshirohet që të zvariten pa kufi ky proces i konstituimit kuvendit, ose të shkohet në zgjedhje, i cili po ashtu e kërkon pëlqimin e domosdoshëm konstituimin e kuvendit, pra shkuarjen në zgjedhje dhe pëlqimin e 2/3 të deputetëve, pra edhe deputetëve të opozitës së kaluar dhe këtyre tani fitues, në mënyrë që të shkohen në zgjedhje. Pra kado që të merret duhet një konsensus politik për të kaluar nga ky ngërsh në një situatë normale të konstituimit të institucioneve të vendit. Për të rikthyer profesor tek procedura që ishin veç se duke diskutuar përmendet zoti Kosh që tha procedurë re me kandidatëri, nëse veç insistohet pas të shkohet në votim të fshehtë. Jo, është e qartë që fillimisht procedura do duhej ashtu si fillohet me pëlqimin këtë rast, sepse kemi të bëjmë me një procedurë të konstituimit të kuvendit, në mbledhjet plenare të kuvendit, ka mundësi që dhe të ndrohet me pëlqimin e partive dhe rendi ditës edhe të bien rregullore të reja, ligje të reja. Po këtu jo, në këtë seancë çysh është filluar, do duhet vazhdoj. Po të ishte në seancat plenare, pëlqimi i partive politike kundërshtuese do të mund ta ndryshon të bashkë. Po këtu nuk ka pëlqim dhe do duhet vazhdoj kështu si është filluar, për të qenë më e thjeshtë dhe më shkurt, kjo procedurë e votimit hapur deri në konstituimin e kuvendit. Të shohim se si do të vijë.